Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, në fakt duke u sillur pranë jush ngjarje, lëvizje dhe pikpyetje shumë të mëdha. Po të futemi të hedhim një sy në Instagramin e Ledion Liços. Ledion Liço tani po bën shumë postime. Ose është duke luajtur dhe ai një mekanizëm të marketingut me Sara Hoxhën që të kenë shumë shikueshmëri dhe më pas të plasin me bombën e madhe për Big Brother, ose diçka ka ndodhur në zemër të Ledionit që dikush e ka thyer kaq shumë që mos mirënjohjen e ka pjesë të, le të themi, çdo treditorit të tij. Para 20 minutash, me kohën që unë po komentoj këtë videon, Ledioni ka hedhur një thënie të Grida Dumës, ku në fotografin pas qëndron Grida, duke thënë: mosmirnjohja është dështim i shpirtit. Nuk ka gjë më të keqe e ego e smur që edhe kur i merr i duket sikur e ka dhënë. Më thënë, kjo është thënia që ka nxjerr Ledioni para 20 minutash në Instagramin e tij. Dhe normalisht, kur ne lexojmë thënie të këtilla, menjëherë na shkon mendja të pyesim se çfarë ka ndodhur. Kujt i dedikohet kjo thënie? Ka një krisje brenda televizionit Top Channel që Ledioni nuk e përballon dot, apo është krisja shumë përfolur me Sara Hoxhën, apo e treta, do me thënë A, B dhe C, mund tjetë Ledioni që e luan të gjithë këtë mekanizëm vetëm e vetëm për të qenë në qendër të vëmendjes dhe më në fund, pas një muaji, për të ardhur fuqishëm tek publiku shqiptar me të gjitha të rejat e fundit, me të gjitha dinamikat që Big Brother, do me thënë shtëpia e Big Brotherit, do t'i ofroj popullit shqiptar. Do me thënë, jemi në një balans të gjës se çfarë po ndodh me jetën e Ledionit. Unë jam shumë i bindur që në raportin familjar, Ledioni dhe Sara për vitet të tëra në asnjë mënyrë nuk kanë shprehur kriza, se zakonisht çiftet të cilët përfundojnë drejt një ndarje nuk mund të vi për një javë, nuk mund të vi për një muaj, do me thënë është një vendim i stërzgjatur me muaj të tërë, dhe për të marrur vendimin që të shkosh drejt një ndarje me bashkëshorten duke patur dhe fëmijë në mes, do me thënë mendoj që duhet një periudhë shumë e gjatë, ngjarje shumë të rënda, që partneri të bindet se vërtet kjo martesë nuk është funksionale dhe unë duhet të ndahem. Do me thënë, ta heqim të pjesën që Ledioni dhe Sara kanë përfunduar marrëdhënien e tyre. Por le të mbetemi tek pjesa shpirtërore. Derisa Ledioni e nxjerrën që mosmirnjohja është dështimi më i madh shpirtëror dhe realisht ashtu është, njerëzit mosmirnjohës janë njerëzit të cilët dështojnë në vete, jo dështojnë tjetrin. Kjo në fakt na ngre pak pikpyetje dhe na çon të pyesim se kush e ka lënduar Ledionin kaq shumë. Zëra ka që thonë që Ledioni nuk do t'jetë, Ledioni nuk do t'jetë prezent e tjerë, po këto janë të gjitha hamencime, janë të gjitha gënjeshtra. Ledioni do vazhdon të jetë më fuqishëm se kur. Dua të marr mendimin tuaj. Si i lexoni ju këto thënie të Ledionit? I lexoni më së shumti marketing apo gjëra reale?